Për zgjedhësi i Slovenisë, Matias Kek, ka vlerësuar lart Kosovën para ndeshjes së nesërme, por pret që t'i marrin pikët e plota në shtëpi. Kosova do të jetë mysafir i Slovenisë të shtunën mbrëmë, ndërsa me vetëm një pikë do ta siguronte edhe zyrtarisht play-offin e kampionatit botror 2026. Megjithatë, Kek beson plotësisht se Slovenia do të arrijë ta ndalë Kosovën pavarësisht arritjeve të Dardanëve. Jam i kënaqur me punën që kemi bërë këtë javë, nuk kemi pasur probleme me lëndimet. Benjamin Verbic ka disa probleme dhe duhet të kompensojë mungesën e Adam Cerin dhe Benjamin Seskos. Ndeshja do të jetë vështirë, jemi në fazën vendimtare, respektojmë çfarë Kosova ka bërë në këtë periudhë në fundit, por jemi në dijeni të kualiteteve tona. Këto ndeshje kërkojnë përgjegjësi dhe karakter. Jam i bindur se do të jemi të mirë nesër. Kek, ndër të tjera, lavdëroi paraqitjen e Kosovës në Malmo muajin e kaluar. Sigurisht janë plotësisht me besim. Fituan në Malmo edhe zhvilluan lojë të mirë. Në futboll është e rëndësishme të jesh mirë kur je me top dhe kur nuk je, nënvizoi ai në konferencën për shtyp. Kujtojmë përballja mes Slovenisë dhe Kosovës do të zhvillohet të shtunën me fillim nga ora 20:45 minuta. Ministri në detyrë financave Hekuran Murati ka reaguar sot, duke theksuar se qeveria Kurti ka realizuar rritjen më të madhe të pensioneve deri më tani. Ai njoftoi se pensioni bazik, i cili në fillim të mandatit ishte 90 euro, nga sot arrin në 150 euro, ndërsa pensionet që personat me aftësi të kufizuara janë dyfishuar në 150 euro për cilë bota sot. Sipas ministrit, janë rritur edhe skemat e tjera sociale, përfshirë mbështetjen për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara. Asnjë qeveri nuk i ka rritur pensionet sikurse qeveria Kurti. Pensioni bazik, të cilin e gjetëm me 90 euro në muaj në fillim të mandatit, prej sot procesohet me rritje me vlerë 150 euro në muaj, pra 60 euro rritje brenda mandatit apo 67%. Ngjashëm, edhe pensionet për personat me aftësi të kufizuara, të cilët i gjetëm me 75 euro në muaj, dhe nga sot ato bëhen 150 euro në muaj apo 100% rritje brenda mandatit. Gjithashtu kemi rritur edhe mbështetjen për familjet që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, por edhe pensionin invalidor e atë familjar. Qeveria për pensionistët, ka thënë ai ndër të tjera në këtë dalje. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, i është përgjigjur zyrtarit partijak Enver Hoxhaj, i cili kërkoi shtyrjen e konventës së jashtëzakonshme për zgjedhjet e kryetarit të ri, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit, raporton Kosova Press. Sipas Çitakut, neni 35 i statusit të partisë e përcakton se në rast të dorëheqjes së kryetarit, konventa jashtëzakonshme duhet të thirret brenda 5 ditësh. Për këtë, Çitaku thot për Kosova Press se inkurajojnë dhe mirëpresin ngarën e brendshme të secilit antar apo antare që i plotëson kriteret të përcaktuara me statut. Në mbledhjen e fundit të kryesisë, pas dorëheqjes së kryetarit Memli Krasniqi, kryesia vendosi të thërrasë konventën e jashtëzakonshme, e cila bazuar në nenin 35 të statusit të partisë, duhet të mbahet brenda 5 ditësh. Ne inkurajojmë dhe mirëpresim ngarën e brendshme. Çdo antar apo antare që i plotëson kriteret e përcaktuara me statut është i mirëseardhur të kandidojë. Gara do të bënte konventën edhe më madhështore, thuhet në përgjigjen e Çitakut për Kosova Press. Antari kryesisë së PDK-s dhe ish diplomati Enver Hoxhaj të premten kërkoi shtyrje të konventës së jashtëzakonshme, e cila ishte caktuar të mbahej më 17 nëntor. Ai ka thënë se një parti serioze nuk mund të mbajë një konvent politike dhe përmbajtësore në një kohë kaq të shkurtër. PDK-ja ka nevojë për drejtim të ri, jo për skema të vjetra, ka nevojë për vizion të ri, jo për ndërrim rolesh. Ky është momenti për t'i hapur rrugë ndryshimit të vërtet, ka shkruar ai në rrjetin social Facebook. Megjithatë, Çitaku thekson se është thelbësore që në përfundim të procesit të zgjedhjes së kryetarit të ri, të dalin të unifikuar dhe me një platformë të fortë për të fituar zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për secilin prej nesh, qofshin në garë ose jo, është thelbësore që në përfundim të këtij procesi të dalim të unifikuar, me vizion të qartë dhe me platformë të fortë për zgjedhje të përgjithshme që na presin shumë shpejt. Më rëndësishme se gara e brendshme është fitoria jonë në zgjedhjet parlamentare, sepse betejë kryesore politike për secilin prej nesh është ajo se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës, thekson ajo. Kandidaturën për kryetar të PDK-s deri tani e ka shpallur ish kandidati për kryeministër i kësaj partie Bedri Hamza. Më 12 nëntor Memli Krasniqi, 3 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale,
dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të PDK-s. Ai tha se preferenca e tij që kryetari i PDK-s të jetë Bedri Hamza